Ndërsa sezoni veror u çi zyrtarisht më herët këtë vit në Shqipëri, mbi 1 milion turistë të huaj kanë vizituar vendin ton gjatë muajit maj, sipas të dhënave të Instat. Me ngritjen e temperaturave, kjo shifër e vizitorëve të huaj që vinë në vendin ton për qëllime turistike është dyfishuar krahasuar me muajt e tjerë të dimrit dhe pranverës. Krahasuar me një vit më parë, duket se hotelet janë të mbushur pasi kanë akomoduar rreth 12.4% më tepër turistë të huaj në gjithë vendin, sipas pasqyrimit në raportin e institutit. Edhe netët e qëndrimit janë ngritur me 8% për të huajt, që do të thotë se po shpenzojnë më tepër kohë në Shqipëri. Një tjetër tregues pozitiv është edhe përdorimi më i lartë i kapaciteteve hoteliere. Gjatë muajit maj, shkalla e shfrytëzimit të dhomave në hotele arriti në 29.8%. Paralelisht është vënë re se dhe turizmi nga qytetarët shqiptar brenda vendit është rritur ndjeshëm me 11.4%, të cilët kanë zënë rreth 22% të netëve të kaluara nëpër hotele apo apartamente me qera. Italia mbetet vendi nga vinë më shumë turistë, duke përbërë 19% të vizitorëve të huaj. Pas saj renditen Kosova me 11% dhe Gjermania me 10%. Rritje të pranisë kanë shënuar edhe turistët nga Franca dhe Polonia. Të dhënat tregojnë se interesi për Shqipërinë si destinacion turistik vazhdon të rritet edhe përpara kulmit të sezonit veror, duke sinjalizuar një fillim të mbar për industrinë e turizmit në vitin 2026.